Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur të përgatit një drekë të shpejt, një drekë shumë të shishme me makarona me mish në furrë. Krejt që kanë nevojitën prej përberzve janë 1 kg makarona. I kum zi edhe nuk ja kum hekit ujin, nuk i kum kullu as pak. E lojna ujin, pra. I kum zi vetëm me ujë edhe një lugë të gjellës veget për 11 minuta. Një dozë kështu me domate, 200 gram halta ose shlak zane nëse s'keni, 300 gram djath mozzarella, gjys shmondi për ndryshme ajk, 400 gram me misht pules, një lugë të çajit me biber të zi, një lugë të mesme oregano, një lugë të mesme me magdanoz të terur, një lugë të mesme biber të kush, një lugë të mesme veget, një lugë të mesme plot me hudhër dhe një lugë të mesme këre. Bismillah, fillojna me përgatitjen tek tigani, pra kemi qit edhe vojnë me unzej edhe me njerë të ashqesin edhe mishin. E ka vërdit. Furrën e kom shumë temperaturë 220 gradë që të nxehet. Ka dhe ditë të mishin, hedhëm krejt mëlmesat, në të nëmë, tash morë një dozë me tomate, shmand, një gotë 200 ml pra me halta, përzina, edhe pak uja qesim që ta shpërlojnë gotën. Edhe e përzina. E zina këtë sosën për një 5 minuta. Temperaturë të ullë, tash e marrëm tepsinë. E kom morë tepsinë edhe i kom qitë makaronat krejt me qatë ujnë që kanë mrenda. S'kanë pas shumë ujë veç, nuk ja hekur po. Tash e marrëm këtë sosën që kemi përgatit, e nalëm edhe shpëretin. Edhe bismillah e qesim në tepsi. Përzinat është e mirë, makaronat me sosin që kemi përgatit, edhe ujin që kemi zi makaronat poshtë. Furra pra është në temperaturë 220 gradë. Tash të morëm djathim kaçkavall, edhe ja qesim makaronave rëmi. Dhe me njëherë fusim pra tepsin me furrën e nxehur. Tepsin prej furrës, pa i kom lënë edhe makaronat për 20 minuta. Tash të bismillah, shikojnë atë si duken nga brenda, shikoni ju. Edhe neve a befshën mirë, juve po ashtu nëse i provani. Një drekë e shpejt, një drekë e shishme, një sallatë mundën e përgatit edhe kanë mjo knoq. Kështu që deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit ju them, miru pofshim.